Pas një pritje tremujore, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka caktuar sot 42 gjyqtarë të rinj në 11 gjykata të vendit, në një përpjekje për të mbushur boshllëqet e mëdha që ka shkaktuar vettingu në sistemin gjyqësor shqiptar. Emërimet janë bërë që më 31 korrik, por vetëm sot është bërë shpërndarja konkrete, ndërsa ceremonia e betimit pritet të zhvillohet të njëjtën. Gjyqtarët e rinj janë shpërndarë në qytetet Berat, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë, Kukës, Lezhë, Sarandë, Shkodër, Vlorë dhe Lushnjë. Numri më i lartë i emërimeve është në Elbasan dhe Fier me nga 7 gjyqtarë secila. Gjykata administrative e Lushnjës përfiton gjithashtu 7 magjistrat, ndërsa qytetet të tjera si Saranda, Gjirokastra dhe Kuksi marrin vetëm nga 1 ose 2 gjyqtarë. Pavarësisht këtij përforcimi të pjesëshëm, bilanci mbetet i zymt. Aktualisht vetëm 307 gjyqtarë janë efektivisht në detyrë nga 417 që kërkohen sipas organikës. Situata më alarmante është në gjykatën e apelit përgjithshëm, që duhet të ketë 78 gjyqtarë, por edhe pas këtyre emërimeve mbeten ende 67 vende bosh në të gjithë sistemin.